Ka pasur një reagim ndryshe të Elisas Piropalit në Kuvendin e Shqipërisë ndaj Sali Berishës, ku në fakt më shumë se sa reagim ndaj Berishës ishte një ankesë ndaj zotit Rama dhe bëhet fjalë për shkarkimin që zoti Rama i bërë Elisas Piropalit. Në reagimin e saj ajo u shpreh se më shumë i vinte keq jo se ishte shkarkuar, por se për shkarkimin e saj dinte më parë Sali Berisha se vet ajo. Për të folur për çfarë po ndodh brenda së majtës dhe a ka pakënaqësi ndaj kryeministit Rama, kam të ftuar në një lidhje direkte juristin e njohur zotin Romeo Kara. Zoti Kara, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve Guri. Avokat, e pat reagimin e Elisas Piropalit si një goditje ndaj zotit Rama? Ishte një pakënaqësi e shprehur në një përgjigje që në parlament duke si kur jep e Berishës, po në fakt jep edhe një mesazh që është e çuditur që i del fjala e Berishës, pra është fjala që ka thënë paraprakisht Berisha në parlament, dhe që ajo flet dhe gjuhë tjera dhe për më tepër flet mirë shqip. Megjithatë, unë mendoj që këto janë shenjat që homogeniteti shumicës socialiste do të fillojë të lëkundet në të ardhmen. Faktori ndërkombëtar ka disa pika ku nuk bën kompromis dhe mënyra se si reagon është duke punuar me çdo person. Mund mos i dim në mënyrë konkrete faktet reale ku është mbushur kupa, por dihet që qeverinë e vendos jo shumica, jo partia, po e vendos vetë kryeministri, edhe për të larguar tregon ai. Pra, veprimet si duket të zonjës Piropali në raport me vetë kryeministrin duke qenë tilla që ishte edhe paralajmëruar që ka probleme me Ministria e Jashtme, edhe pse në vlerësimin tim sektorët ekonomik edhe të sigurisë, legislatimit janë ato që kanë probleme më të mëdha. Megjithatë, këtu në këtë lloj qeverisi që ne kemi instaluar prej 30 vitesh, personat që guxojnë të mendojnë, e jo më pasaj të flasin e të veprojnë, janë personat që kanë vrarë sllavërinë dhe njerëzit e pavarur nuk i duan këtij lloj leadershipi që ne kemi në Shqipëri. Nuk e di sa e pavarur ka qenë zonja në fjalë, edhe pse nuk e besoj, por nëse ka shprehur në një shenjë pavarësie, me siguri kjo është pagesa që merr në këtë lloj sistemi. Euripidi thot një fjalë të madhe që njerëzit, sllavoria fillon që momentin kur ti nuk thua do t'i lirë fjalën tënde. Kemi një shumicë që nuk flet më. Rinë atje me emocion dhe presin si do t'jetë vullneti i liderit tyre. Pagesën e të folurit dhe vetëm të folurit, por edhe të konsistencës e të vepruarit, unë e kam paguar që nga viti 1991 deri tani. Po thuajt njëjtë situatë kemi edhe në partinë tjetër PD, por atje gjithmonë ka një frymarrje kur partitë janë opozit, po jo në nivelin e duhur, aq sa të sjellë një presion të vlerave morale të saj. Se dhe kur ke një ekip përballë, edhe sikur të mos flasi shumë, mjafton që ato vlera janë atje, prononcohen qoftë me minimumin e presionit dhe të forcës, ato e bëjnë vetë punën e tyre, se dhe vlerat flasin vetë. Po dhe atje nuk është kjo liria e fjalës, zhvillimi i demokracisë brenda partive, sidomos i asaj nga poshtë lart, dhe pastaj meritokracia, përdesa vendosin lidera, domethënë njerëzit janë nga viti 2008 e këtej, është bërë absolute skllavëria brenda partisë dhe pastaj edhe qeverisë kur këto forca janë pushtet. Avokat, në fakt, duke të paguar në një moment të tillë që nuk e ka llogaritur mirë liderin. Fakt, po aq interesante ishte edhe përgjigje e Berishës, i cili tha që në fakt nuk ta kam fajin unë, po ta ka fajin Belinda Balluku. Dhe shpesh herë është folur për një
përplasje mes Ballukut dhe Elisas Piropalit. Besoni që mund të ketë pasur ndonjë kusht të zotit Balluku lidhur me Spiropalin? Nuk e besoj këtë. Do t'jetë një lëvizje e cila ka shqetësuar drejt për drejti kryeministrin. Disa mund t'ja bashkangjisin, tani Berisha flet politikisht, ka dëshirë t'i hedhë pak benzinë zjarrit, edhe kjo është e kuptueshme domethënë. Edhe është dhe e pranueshme, po ta shohësh shumë. Përderisa është në opozitë, do të komentoj dhe do të ushqej gjithmonë përçarjen dhe dobësimin e forcës kundërshtare ku ai është. Këtë moment, Berisha nuk është se ka thonë, e përdori mirë këtë moment, tregoj që i doli fjala, bëri dhe ironin, pra momenti që kemi dhe ironi tregon që arriti të përfitoj nga rasti, përcolli kënaqësinë që i dha ky moment, kjo kuptohet. Edhe Elisa përcolli pa kënaqësinë dhe një farë mënyrë një lloj mesazhi që unë di të flas dhe shqip, edhe gjuhë tjetër pra. Megjithatë, unë mendoj që çdo fillim e ka një mbarim. Uniteti i dukur deri tani me 83 vota i palëkundur i Partisë Socialiste, besoj se po lëkundët, dhe do lëkundët. Pra, faktori ndërkombëtar ka zakon që punon me individ, punon ngadalë për mënyrë pakthyeshme. Për shumë problematika nuk mund të jetë përgjegjës i gjithë establishmenti i PS-s. Do të shohim votimet si do të vinë tani. Do kemi disa votime provë, të cilat do të tregojnë se sa ka reflektuar e pjesa e përgjegjshme e PS-s. Pra, unë mendoj që ata duhet të reagojnë. Duhet i kishim bërë bile ndryshimet qeveritare sipas mendimit tim, dhe sa që edhe bashkë kemi folur, unë kam thonë çdo intervistë ku kam pas mundësi që nuk mund të kaloj kjo punë duhet që para 3 muajsh ishin bërë disa ndryshime qeverise. Disa edhe pas faktit në atë moment, po dhe për t'i paraprirë faktit. Tani ndryshimet që janë bërë, besoj se edhe njerëzit nuk i kanë ndjerë më. Kur bëhen, ku të zgjatet, reagohet me vonesë, paraprije me arrogancë, me koforci e tjerë, tani edhe nuk pinë ujë dhe ndryshimet që janë bërë. Kështu që edhe Elisa nuk ka pse të mërzitet, domethënë. Unë nuk shoh që do të ketë një stabilitet më tepër se disa mujor edhe kjo qeveri që është tani. Pra, janë zhvilluar kushtet që dagadal kjo qeverisje po stanon dhe nuk i përgjigjet sfidave të kohës. Pra mund të shkohet drejt një ndryshimi? Besoj janë dy alternativa ndryshimit me qeveri teknike. Kjo do të ishte më e dëmshme për PS-n, po edhe për establishmentin e PD-s, pasi do të jepte mundësi me disa reforma dhe me zgjedhje vërtet lira të organizuara dhe të zbatuara nga një qeveri teknike e paanshme për të krijuar për herë të parë dhe për të bërë mundur zhvillimi për herë të parë në Shqipëri të zgjedhjeve të lira të ndershme dhe të barabarta. Dhe tjetra është të shkohet në zgjedhje të parakohshme, kështu siç jemi. Kjo e dyta do t'i leverdisë më shumë PD-s dhe PS-s. Dhe një pjesë të PD-s, domethënë, PS-s një pjesë e PD-s. Kurse ajo e para do t'i leverdisë asaj pjesë reformatore të PD-s dhe forcave të reja politike, po jo PS-s. Pasi dalja e alternativave të reja tani është e mirëpritur dhe do të jetë më e mirëpritur tek faktori ndërkombëtar. Ata janë të mirë informuar dhe po presin që realisht të ketë reagimet e duhura në mënyrë që të lindi një frymë e re, të ketë një alternativë anti-establishment, jo më vetëm një riciklim apo kalim stafete nga njëra parti tek tjetra, siç ka ndodhur këto 36 vite. Kështu që unë çdo investim drejt zhvillimit të demokracisë është i mirëpritur dhe unë mendoj që do të ishte më mirë varianti i parë,
që ne të shkonim zgjedhje të lira të ndershme pas kryer disa reforma dhe me garancitë e qeverie teknike. Avokat, ka pasur një reagim zyrtar të kreut të dhomës tregtisë amerikane lidhur me portin Porto Romano në Durrës. Çfarë do thotë kjo deklaratë e kryetarit të dhomës tregtisë amerikane dhe a ishte një mesazh i qartë i zotit Rama që tani duhet bësh siç themi ne? Tani punët janë për te, unë këtu kam rreth 30 faqe, të paktën janë në anglisht. Besoj është vetëm një pjesë, nëse e nxjerr në këtë mënyrë, por që tregojnë se kam muaj që i kam të dokumenta, janë disa çështje të cilat bëjnë pjesë në diskutimet që edhe partnerët tanë kanë lidhur me. Dhe kjo është shnuar për ta shohësh aty, ai National Security Alert. Pra, edhe për sigurinë tonë, po edhe të partnerëve tanë. Kështu që po presim, po shohim. Momentin e duhur do flasim si duhet pastaj. Por kështu nuk mund të vazhdojmë. Nuk mund të jo vetëm prekim sigurinë kombëtare, po të prekim një port të cilin vetë koha në mijëra vjet e ka vendosur aty si portin më të thellë dhe të vetmin aq thellë në këtë pjesë të bregdetit tonë, sidomos. Kështu që janë disa gjëra që te kalojnë edhe egoizmi më të madh apo arrogancë më të madhe të mundshme. Besoj duhet të reagojnë. Nëse nuk reagojnë, atëherë do të reagojnë faktorë tjerë. Jam dijeni të gjitha zhvillimeve që kanë të bëjnë me këtë port. Po tregohem i kursyer tani, momentin e duhur, do diskutojmë përsëri edhe bashkë ka shumë mundësi. Avokat, në fakt kemi parë disa, po themi, ide të opozitës shqiptare, ku ndër të tjera e kanë përdorur shpesh këtë kartën amerikane që amerikanët do godasin Rama dhe që kur Amerika arrestoi Maduron, ata i varën shpresat tek Amerika që të rrëzonin Edi Ramën. A duhet që opozita të ndryshojë qasje për rrugën që duhet vinë në pushtet, që të mos e çoj, po themi, rrugën e saj nga SBA-ja për të rrëzuar Ramën, po të motivoj shqiptarët për ta rrëzuar Ramën? Padyshim që i ketë drejtë, është një konstatim që i bi që jemi Iran si forcë politike, aq më tepër që kanë qenë në pushtet. Ata e kuptojnë fare mirë rolin e faktorit ndërkombëtar. Nuk mund të vinin në pushtet në 2005 pa një dakordsi me faktorin ndërkombëtar dhe sidomos ata amerikan, por këta nuk mund të bëhen zotër, tani disa zotër shqiptar që kanë për qellar disa amerikan. Të paktën të shkojnë ke niveli i partneritetit, mos i ofendojnë dhe amerikanët në këtë mënyrë. Nuk do vinë amerikanët punojnë për llogarinë tënde e timen. Po, ata kur shohin partneritet, bashkëpunojnë, e mirëpresin bashkëpunimin e sinqert, e të përgjegjshëm, por ne do bëjmë detyrat tona. Për sa kohë devijohet me dashje apo pa dashje narrativa që ne patjetër duhet të rrim se do na vi nga qielli nëpërmjet Amerikës dhe Europës së ardhme, për aq kohë do të jemi bazdere. Kështu që ne duhet radh parë të bëjmë veten. Të edukojmë edhe ato anëtarët e partisë e militantët, po sidomos elektoratin, aq sa të mundemi. Bashkëbisedimi me shqiptarët, me forcat politike, po dhe me faktorën ndërkombëtar duhet të jetë i sinqert. Edhe unë nuk mendoj se akoma jemi në këtë pikë. Për këtë arsye kemi një deficiencë në opozitë, e cila ka mbajtur përtej çdo logjike në pushtet këtë pozitë që është tani. Për këtë arsye mendoj edhe një herë që duhet parametrat që themi amerikan apo europian që ne duam të kësaj familjes madhe europiane ku ne duam të antarësohemi,
duhet t'i ndërtojmë ke vetja. Dhe punët e shtëpisë do t'i bëj gjithmonë i Zoti i shtëpisë. Kështu që mendoj që edhe kemi mundësitë që t'i bëjmë. Nuk jemi kaq pa aftë. Nuk kemi të bëjmë as me kuçedra, as me UFO. Edhe këta pjesa tjetër e PS-s shqiptar si ne. Po çosh shumë po ikin të bile nga PD-ja, po shkojnë te PS-ja. Pra, mjafton të veshin të kostume PS-s se dalin si kur janë për binça, jo me, janë si ne. Por atë parë ne duhet të ndajmë mendjen. Ka pas një fjalë të madhe, ma me mendje ka qenë o e thënë nga Sul Krasniki ose Suleman Vokshi, një nga dy, ku kam lexuar diçka për tyre, i thoshte mendja e ndame, faqja e bardhë. Duhet të ndajmë mendjen. Do militojnë edhe do jenë pjesë aktive politikës për ta bërë Shqipërinë, apo për bërë karrierën e tyre personale. Këtu është. Të krijojnë raportin e tyre të drejtë edhe me veten, edhe me familjen e tyre, edhe me familjen politike që është, por edhe me vendin. Sot njerëzit nuk janë kaq naiv, pavarësisht që nuk flasin, pavarësisht që kemi një lloj sllavorie që në të folur, në të menduar, në të shprehur, pastaj lëre pastaj për të vepruar. Këtë detyrë kanë forcat politike. Edhe ti bëjnë këshillik, të përballen, e t'i kpusin këto vargojnë të sllavorisë edhe brenda vetes, po edhe brenda Shqipërisë, pastaj desa të jemi dinjitoz edhe raport me të huajt. E tek ata duhet jemi aq sovran sa duhet. Nëse ke marrë një pjesë nga sovraniteti i Europës, do japësh një pjesë, po jo kështu. Do i hymë ne pa kushte në Europë, se pa veto, pa tjerë, pa diskriminuar edhe në Europë, se na pëlqen ne, po jo më. Unë mendoj që ka dështuar prekosh demokracia me përfaqësim dhe duhet i kthehemi demokracisë drejt për drejt, pra popullit, dhe kush e ndjen veten birit i popullit, le të veprojë si biri i tij, jo si bastardi i racës tij, domethënë. Kështu që çfarë i takon amerikanëve ata e kanë bërë dhe po e bëjnë, por ne na takon detyra këtu, të bëjmë punën e Zotit shtëpisë. Dhe Zoti shtëpia nuk janë pushtetarët, duhet t'i themi shqiptarëve se ne këta duket dhe ku shkojnë, sikur ai është i Zoti i Shqipërisë, edhe tani ne presim si do na presi i Zoti i Shqipërisë në shtëpinë tonë. Edhe kur ikin në Shqipërinë e lënë se me atë mendjen braktisën e vendit, por nuk është vendi pushtetarëve, më. Pse ja jepni pushtetarëve? Pse nuk rezistojnë njerëzit? Këta janë trima se ne jemi gjunjëzuar kaq. Kështu që tu është e lehtë bësh politikë mbase në vende tjera. Aty nuk është e lehtë rrshqasësh, se kanë standarde, nuk lejojnë. Po këtu duhet bërë politikë, duhet bërë një reformë i gjithanshme, me gjitha e shpirtërore, domethënë. Nuk mundet, edhe sikur të jetë sklav populli yt, ti duhet të japësh një kontribut, ta nxjerrësh nga kjo gjendje me mungesë dinjiteti, gjendje në shtrimi e gjunjëzimi. Kështu që unë mendoj që kjo është detyra, domethënë. Ti themi njerëzve, çoni, përballuni. Nuk u lodhën të nështruar. Çfarë do humbin, po përballën? Për këtë arsye mendoj që duhet të kemi sistem vlerash. Nuk janë vlerat për mua as ke njëra parti, as ke tjetra. Zbëhet Shqipëria, ajo bëhet Shqipëria dhe bëhet shumë shpejt bile. Jemi një vend i vogël që mbytemi me lug ujë, po dhe dalim selamet me atë lugën e ujit. Rëndësi ka vullneti dhe ta ndajmë mendjen. Jo, indiferenca është gjithmonë në aleancë me zhbërjen e Shqipërisë, në aleancë me të keqen.